أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله نزل فالندرم صلوات والسلام على عليه الصلاة والسلام ندرgëm. Vazhdojmë me dersën e javës kaluar ku e lam udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në qiell, ku përmendëm se pas e kaluan apo ju hap dera qiellit parë, tha Gjibrili alayhi salam u takun në qiellin e parë mas dunjas është fjala, u takun me Ademin alayhi salam, edhe i tha Gjibrili Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ky është baba yt. I tha kështu për arsye se Ademi alayhi salam është baba i tërë njerëzimit. Edhe njeri në fytyrë tokës para Ademit alayhi salam nuk ka pas. S'ka pas njeri para Ademit alayhi salam. Edhe kemi dëgjuar disa njerëz apo pak njerëz të cilët kanë përmend se kinë se ka pas njerëz para Ademit alayhi salam, nuk është e vërtet. Ka pas e gjin të cilët kanë jetuar dhe Allahu xhaleshanu pastaj i ka larguar nga, po them kështu, mbretëria e tokës për ta sjellë Ademin alayhi salam. Edhe këta e përshëndetën njëri tjetrin me selam, duke i dhënë dhe duke marrë selamin. Pra e përshëndeti Gjibrili dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ademin alayhi salam, ai ja u kthei selamin edhe i tha, mirë se vjen o birë i imi, apo pasardhës i mirë i imi, ni'mal ibnul ant, sa nip apo birë pasardhës i mirë që i je ti. Thotë, e pam Ademin alayhis salam duke qëndruar në qiellin e kësaj dunjaje afër dy lumejve të cilët rrjedhin apo rrjedhnin njëri afër tjetrit. Edhe e pyeta, thash, o Gjibril, çfarë janë këta lumenj? Më tha, kjo është Nili dhe tjetri Eufrati apo Forati. E para, të dashur vëllezër, shikimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo takimi me pejgamberët është bë real, jo në ëndër, jo në gjumë, por takimi vërtet. Edhe një gjatë duhet me pas qartë, trupat e pejgamberëve janë në përvarët e tyne, në varë. Takimi në origjinë apo shkuarja në xhenet është e shpirtrave. Domethënë, trupat qëndrojnë në varë. Deri kur? Deri në ditën e Kiametit, kur kanë me u ringjallë prej varreve, të gjithë trupat. Pra edhe shahidat, edhe pejgamberët, kur themi kanë shkuar në xhenet, edhe fëmijët, themi shpirtat e tyne, që me ditë me i kuptu sakt edhe mos meron në keq kuptime. Por atje në xhenet, shpirtat, Allahu qysh i ka dhënë mundësi me pas trup në këtë botë, trup fizik, ja mundëson edhe në xhenet me pas, apo kanë trup fizik. Përmendet se shpirtat e fëmijëve apo të shahidëve shndrohen në trupat të zotëve, të cilët e përjetojnë fizikisht xhenetin. Ka pasaj transmetime që edhe në forma të njerëzve, e pejgamberët janë përmend se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pa në trupa origjinal tyne, që ishin kanë këtë botë. Se Zoti është i gjithë fuqishëm, që i ka bën këtë botë me jetu në trup, me pas trup, njëjtë edhe me vepru me ta në xhenet. Mas Kiametit, secili shpirt kthehet në trupin e vet. Edhe që shikon në këtë botë,
që ashtu shkon në xhenet. Mirë po, dallon disa detaje në moshë, pa marrë parasysh çfarë moshe ka vdek, a ka vdek shumë i ri, a ka vdek shumë i vjetër, ai ngjallet në të njëjtën apo ngjallën të gjithë njerëzit në të njëjtën moshë. Dikun është përmend mosha 30 vjeçare, dikun është përmend mosha 33 vjeçare. Pra, mund ta dëgjoni këtë, mund ta dëgjoni atë. S'ka lidhje. Pra mosha ma mirë fizike. E para dyta, pra dallimi se cili ngjallet me trupin e vet, por dallimet janë në moshë, nëse ka dek 80 vjeçar, ngjallet 30 vjeçar. Dallimi i dytë, nuk ngjallen me smundje. Nëse ka pas një smundje, një diçka, nuk ngjallet me ta. Se për këtë pamjes, ngjallen në të njëjtën pamje, qyshin kanë. Dhe më thonë, nëse s'ka pas frizur, s'ka pas flok, ngjallet pa flok. E pastaj masanena, masi ty në xhenet, gjithë se cili, si pas dëshirës ti, i merë performansat edhe ndryshimet. Plus kësaj, Allahu Gjeleshanu gjithë se cilin e ndryshon, në çdo javë, në ditën e gjuma, kur ta takojnë Zotin tek tregu i xhenetit. Treg i cili nuk ka shitblerje, por ka takim me Allahun. Kur është ky treg? Është ditën e gjuma, në kohën e namazit gjumas. Pra sot është ditë e gjuma, është koha e namazit gjumas, në xhenet takohen me Allahun Gjeleshanuhu, dhe sa herë takohen, bukuria atyre ndryshon edhe shtohet. Edhe kur të kthehen në shtëpitë e tyre, e vrejnë familja vet, në veçanti hyrit, ndryshimin e bashortit. Kjo, se Allahu Gjeleshanu ka lënë që në xhenet mos me pas mu bo bajat, po thamë kështu. As fizionomia, as frizura, as buka, as uji, as gjella, as ajo, as kjo. Pra dallimi i dytë, moshën edhe se për këtë gjatësisë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend që do të jenë të gjatë 60 para krah, dikun 30 metër. Kështu është përmend në hadith. Kjo është dallimi i dytë. Dallimi me çka ngjallen, po ashtu ngjallen shahidat ngjallen me shenjat e vdekjes, vrasjes, shahidat. Nëse është vrarë me plumb, plaga, shenja plumbit, gjaku do të ringjallet me ta. Në shenjë respekti, se ato do t'i banë grada dhe krenarin në botën tjetër. Fëmit ringjallen si fëmi. Deri në çfarë moshe, Allahu e di mas miri, nuk më ka me lezu konkret, por mendoj, në bazë asaj që mundemi me analizu nga lezimet e përgjithshme, deri në moshën e pubertetit, fëmijët ngjallen jo 33 vjeçar, po ngjallen si fëmijë. A nëse dikush ka vdek 25 vjeç, 26, ngjallen si 30 vjeçar ose 33. Fëmia në moshën e pubertetit ngjallet në çat pamje, qysh ka vdek me qëllim që prindrit e tij më u kënaq me pamjen e tij, deri kur sa të dojnë ata më u marrë vesh njëri me tjetrën a diçka, apo në rënd tash apo bash i madh. Edhe pse të gjithë kanë të njëjtën moshë, ndjesit, ndjenjat dhe shikimi përballë njëri tjetrit e kanë ndjesin edhe krenarin o baba kërçi djalit. Edhe pse është njëjtë në moshë, në fizionomi, e di që ka babë, edhe respekton, ka ndjenja për babë, e din që ajo është baba i vet, edhe kënaqet me ta si me babën e vet. Pra ka dallime, ka dhe gjëra të cilat janë. Prandaj Ademi alayhis salam, kur është taku në qiellin e kësaj bote me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë taku shpirtat. Shpirti i Ademit, por i shndruar në botën tjetër edhe në trup fizik. Edhe pse trupi i Ademit alayhis salam është në dhë, edhe i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tash, edhe i kretë pejgamberëve. Dhe për dallim nga trupat tjerë, trupat e pejgamberëve nuk i kalb, nuk i tret toka. Nga se Allahu i ka nderu, i ka respektu dhe ata toka nuk i kalb. Pra se cilë pejgamber që është pejgamber,
Nëse qilet vorri I tij rastisht, atëra e ka të njëjtin gjak, të njëjtin ashtë, të njëjtin lëkurë, të njëjtin mjekër, etj. Këtu në këtë vlerë hynë edhe shahidat, po ashtu hynë edhe disa burrat mirë, por të shahidat edhe të burrat e mirë nuk është patjetër çdo shahid mos mu kalb, nuk është patjetër. Mundet mu kalb. Ja, edhe nuk është shenjë që nëse trupi I tij është zhduk, ai nuk është shahid. Jo, nuk është kjo e vërtet. Pra ndodh Allahu me urtësinë e vet, nuk e dim pse, ndonjë shahid ose ndonjë evlia, më u qel varri I tij dhe me e pa se ai është akoma në të njëjtën gjendje si ka vdek. A është vërtetuar raste të tilla? Po. Sa të dush. Kemi pa edhe me kamera, kemi pa edhe live, direkt, ku do mas 3 vjetë, mas 5 vjetë që në kushte normale, trupi mas disa dite kalbet. Edhe është interesant se gjëja e parë që ka fillon nga trupi me u kalb, është pjesa e barkut, edhe nërkërthiz. Pra, 2 vendet ku janë epshi I insanit, ose epshet e martesës, ose epshet e ushqimit. Barki, mu mush me ushqim. Këto dyjat fillojnë me u kalb, me u prish mas pare. Edhe me hongër, mu shëndru kryma, me hongër krymat. E zakonisht njerëzit të cilët nuk janë imanli, punojnë për çdo 2 sene. Ose për me mush barkin, ose me I përmbush epshet të tyne. Allah I na rujt. Allah I na rujt. E pas ditës kiametit, apo kur të bëhet dita kiametit, nuk bëhet më njerë dita gjykimit. Është bëhet dita kiametit, zbëhet më njerë dita gjykimit. Vazhdon një afat kohor që përmenet në transmetime 40 vjetë. Por këto 40 vjetë na nuk e dim çfarë vite. A janë vitet kësaj botës apo vitet të Zotit. Edhe të kësaj bote janë të Zotit. Ama pse themi na të Zotit se Allah me një ajet kuranor ka thënë wa yawma inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun, një ditë te Zoti është sa 1000 vjet te ju. Pra çto 355 ditë ose 365 ditë, pse po thon 355, me mujt hanës 355, me mujt diellit 365 ditë. Të kësaj bote Zoti I ka lënë. Por thot këto janë ditët e juja. Ju I numëroni çështo vitet. Ju në dunja. Edhe thani jemi në vitin 2026. Te Zoti thot një ditë është sa 1000 vjet juja. Një ditë. Që I vjen nëse jemi në 2026, ne jemi në ditën e 3. Në ditën e 3. Pra, kur thot dikush pse Zoti s'pja merr shpirtin filan zullumçarit, pse s'pja thënë qafën filan zullumçarit, çka themi na? Sabër. Po jo, po unë s'un po bëj sabër. Sabër se te Zoti nuk ka mu gut. Nuk gutet Zoti. Ka dalës. Ai është për emrave ti është durimtar që bën sabër. Sa njeri fol keq, sa njeri thot vetës më në madh, sa njeri thot unë stakfirullah jam Zot, sa njeri thot unë jam pasoniki më I madh, unë sni, unë jam mreti më I forti. Allahu Azza I sheh kreti, dëgjon kreti dhe çka I lën. Pse? Se një njeri që jeton 60 vjet, 80 vjet dhe bën zullum 3-40 vjet, te Allahu Xhaleshanu është si 5 sekonda. A ke pa miza që dalin vera ato mizat. Ato jetojnë disa ora, po ku e di 24 ora sa, s'është më rëndësi se mos më kapet dikush në fjalë. Kam lexuar, po kam harru. Gjithsesi, domethënë, sipas tyne ata kanë një proces të jetës. Dalin këtë botë, ushqehen, I lëshojnë disa vezë ose I bëjnë disa të vegjël tyne, edhe ngordhen ato mas një kohë. Sipas tyne, atyne mizave ata kanë bërë një jetë. Ama na nuk e vlerësojmë jetën e tyne pse? 24 orë ose 10 orë ose 15 orë, çka kur gjë. Por ta është një jetë e tërë. Kështu edhe për Allahun xhaleshanuhu. Një njeri I cili bën zullum edhe e kundërshton Zotin, edhe jeton 60 vjet, 80 vjet. Allahu alem, se ai thjesht është një disa sekonda për Zotin. Edhe në rrot vjen zullumçari tjetër. Çka më bën na? Me bë sabër. Sepse pra u kthehem aty, masi të bëhet dita e kiametit, nuk bëhet më njëherë dita e gjykimit. Cila dallimi mes ditës e kiametit dhe gjykimit? Nga emri kuptohet. Dita e kiametit është dita kur shkatërrohet çdo sen.
ku Allahu Gjeleshanu ka përmend në Kur'an, ku ka thonë se atë ditë nona e cila ka foshnjën e vetë në gjindjen e saj nga sikleti i kiametit, fëmia thihet. Do thonë, sepse gajlet e thinjen, e mërzitin, e plakin fëmia, e tash, kur ndodh që ky kiameti, Allahu Gjeleshanu 40 vite, thamë, a Zotit dhe mas mire, a vitet tona atë Zotit, lëshon një shin nga qielli, i cili e kaplon e lag tër mërëndësin e tokës, mërëndësin e dujas. Edhe zatek nëse cëllin trup edhe ashtë të njerëzve të cilët kanë vdek, ku e ka atje, mund mja gjithë të bëllon ADN-ën ku e ka atë pjesën, sa do një ashtë i vogël edhe pse, zakonisht pjesa e fundit e boshtit kurrizor është vërtetu se nuk kalbet. Dhe pre aty fillon krijimi për s'dyti. Përveç tash pejgamberve, disa shahidve dhe disa evliave që nuk ju prishet trupi. Pasi të bëhen trupat që shën konë, kthehen, bëhen tamam trupa, në ban fizik, njerëz, atër Allahu i qelë varët edhe i bjen prej xhenetit shpirtat, se cili shpirt hynë në trupin e vetë. Dhe ringjallën njerëzit me të njëjtë trupa me të cilët kanë vdek. Edhe njohin njëri tjetrin, e din kush janë. Janë me të vetdijet plot. Por Allahu e ndryshon dynjan edhe nuk e njohin venin, këshyrin djathtas edhe majtas, e shohin që s'është e njëjta tokë në të cilën ata janë varrosë dhe kanë jetu. Kjo është dallimi. Pra, kur themi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fol me pejgamber në qiell, është taku me ta, Allahu i ka marrë qënë në qiell shpirtat e tyne, por nuk do të thonë që si shëndron edhe në trupa fizik në botën tjetër xhenetlit para kiametit, sepse xheneti dhe xhehenami ekziston. Pra, mos mendoni se xheneti dhe xhehenami ka mu kriju. Jo, xheneti dhe xhehenami prej besimit të sakt islam është me besu se xheneti dhe xhehenami ekziston. Dhe ka njerëz të cilët Allahu i ka çuar xhenet, edhe ka njerëz të cilët Allahu i ka çuar xhehenam. Për shembull në xhehenam, Zoti ka përmend në ajet kuranor, thot faraoni dhe familja e tij i ekspozohen në mënyrë ekstra zjarrit çdo mëngjes edhe mbrëmje. Çdo mëngjes, shpirtat e tyre janë në xhehenam. Trupat e tyre janë këtë botë. Shpirti është ai që dënohet ose astagfirullah, pra dënohet ose shpërblehet. Që ekziston, ku është vetë Zoti e di. Na dim që xheneti është lart, xhehenami është poshtë. Edhe në kuptimin fizik, edhe në kuptimin, domethënë, ose në anën kuptimore, lart diçka mirë, poshtë diçka keqe. Por edhe nëse shohim nga kjo botë, që ka kriju Allahu gjithësinë, globin, themi se xhehenami është dikun poshtë, në krahasim me dynjan, e xheneti është diku nalt. Prandaj janë 7 palë qiell nalt, që Muhamedi alayhi sallam i ka kalu bashkë me Gjibrilin alayhi salam. E ka takuar në qiellin e parë Ademin, i cili ka pas 2 lumej aty. E ka pyet cilët janë ata lumej, thot Nili dhe Eufrati. Tash kur Ademi alayhis salam ka pa aty, thot njëri prej tyre ishte me margaritare dhe xhevaher, pashtu edhe tjetri me gur dekorues të cilat janë përmend me emra, por unë nuk di me i shqip si quajnë ato, do dekore, zbukurime që këtë botën e këtyre zbukurimeve nuk e di mirë. Këto lumej, Allahu e di mas mire, a do t'jenë, domethënë, a janë edhe në qiell, Zoti i zbukuron apo i çon çush janë këtë botë dhe në botën tjetër, sepse na kemi argumente që disa gjëra të kësaj bote do të jenë edhe në botën tjetër. Disa do të jenë bazë, e disa do të jenë me kërkesë. Bazë, çush, pa na pyet Zoti, do t'i çon disa sene në botën tjetër. Për shembull, njëra prej tyre është kodra e Uhudit. Qysh është këtë botë, është edhe në xhenet.
E dyta është, që është përmend transmetime, është druni, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë hutbe. Ka pasur Resulullah sallallahu alaihi wasallam një copë të lisit, ku e ka pas në këtë pjesën këtu, para se me janë rëqë hutbën, sikur sa e atje mihrabi, apo mimberi, edhe aty ka marrë hutbe, mbi atë drunin. Kur e kanë rëqë mimberin, ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atje, edhe e kanë dëgju një zot duke qa. Edhe se ka ditë ka po vjen derisa e ka kuptu. Ka shku, i ka thonë, çfarë ke, thot, dua që të jesh në hutbe apo dersin kur ta marrë xhumas mbi mua. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prekë dhe ka thonë, a dëshiron që të kthehem te ti, të mbaj derset, apo dëshiron që të më shoqërosh në xhenet. Atëherë ky drum ka zgjedh me qenë në xhenet bashkë me shoqërinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj normal e kanë largu prej aty derisa edhe është kalb apo është zhduk në këtë botë. Pra këto janë gjërat e para, ka dhe gjërat të tjera që në përmend disa vende, disa male, disa lugina që do të jenë në xhenet. Por ka dhe gjëra tjera të cilat njeri i kërkon edhe kam i pas në xhenet. Prandaj ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo ka treguar Resulullah se si një njeri masi t'i jep Allahu të mira në xhenet, i thot a e kënaq? Thot po Zot, po kam edhe një kërkesë. Thot çfarë? Thot e du me pas bafqen teme që kum pas në dunja. Ka punuar, ka qenë marakli. Atëherë Allahu xhaleshanu do i thot, o robi jam, pas po dalin gjithë të mira, veç për danë edhe bafqen e dunjas. Pra mendo automekanikat ju, me lyp atje me nërëq kjera, në atë kanalin. Këtë mirat e xhenetit lyp me nërëq kjera në xhenet. Po i thot, o Zot, unë e qaq e du këtë punë sa s'mëj me najtë pa ta, atër Allah ja jep. Pra ka gjëra nga kjo dunjo që njeri nëse i dëshiran, Zoti ja jep. Mirë. Pastaj thot pejgamberi alayhi salam, e kemi pa një krue. Krojnë edhe një gjatë qeshme ujë, i cili thot ishte i mbushur me zbukurime dhe mirësi. Aty ai uji, ai kroni, ajo shtrati ati kronit ka ecke dhe ka dilke. Edhe i thash o Gjibril, çka është ky krua? Më tha, kjo është kroj Kevtherit, të cilin Allahu xhaleshanu e kalon ekstra për ty. E ju edhe një kroj Kevtherit është një ujë që e ka burimin në xhenet, edhe vazhdon me ecë ai ujë, me dal pi xhenetit deri ku? Me dal përpara xhallarët e vjetër, Allahu më shëroft kanë thonë në Arasat Mejdan. Arasat Mejdan është toka ku njerëzit kanë mu mbledh për mu gjyku. Pra, kur të ndodh kiameti, pastaj ringjallën njerëzit edhe qohen këshyrin se njohin tokën, jo me tu beddelu l'ardu gajra l'ard, ka mu ndryshu pamja tokës. Malet ato këto sen, s'kan më konë, ka më konë rafsh do sen. Qaj veni ku kanë me prit njerëzit, me këshyrë, kur pjanis gjykimi, kur pjanisi mu gjyku. Qaja ka emnin toka e mejdanit, kështu me mejdani ku presin njerëzit mu gjyku. Prej xhenetit, Kevtheri, rjedh, e vjen të qkjo toka ku njerëzit janë të prit. Edhe në këtë tokë nuk ka ujë, nuk ka burim, nuk ka qeshme. është veç një, po thamune tash, një grop e madhe, një ven i madh, ku prej xhenetit që ky kroj i Kevtherit e bjen ujin deri te çaj gropa, te çaj bazene, te çaj depozita. Edhe që aty është rrethuar ai ujë me melaçe.
Kjo depozit, ky bazen, e ka emrin haud, me d në fund. Ulemat e moqëm e kanë përkthy hauzi, me z. Atë dën, se është d e fort, e kanë përkthy si z. Hauzi i pejgamberit. Hauzi është veni ku besimtarët në bazë të fizionomisë tyre dallohen për me ilan me shku me pi ujë. Qysh mushët kë? A ekziston tash? Na themi kroj Kautherit ekziston. Hauzi, bazeni, Allahu alam do të krijohet mas kiametit. Edhe po qysh mushët, a mushët shpejta? A qëtë ky Kautheri ujë shumë? Edhe nëse nuk qëtë shumë, po normal qëtë, edhepse në xhenet nuk ka pak e shumë, në xhenet çdo sen është me bollëk. Themi, njerëzit kanë menet në ditë kiametit duke prit me fillu gjykimi, dita gjykimit, në ditë gjykimit, 50.000 vjetë. Kështu të është përmend në Kur'an. E tash 50.000 vjetë, ja mushët për 50.000 vjetë, ja s'ka ma. Mushët prej e që Allahu ka thonë, inna atajna kel Kauther. Ty ta kemi thonë ekstra Kautherin. Dhe prej këti Kautheri, pin ymmeti uj në ditën e gjykimit. Kur afrohen njerëzit me pi uj, ndallohen me çka? Të dashur vëllezër, me dy gjana. Me shajat e abdesit edhe me shajat e namazit. Shajat e abdesit, ftyra, krahët, këmbët, veshët, flokët i bëjnë nur. Besimtarëve të cilët janë kënd kujdesshëm ndaj abdesit. Po ashtu i shtohet nuri atyre të cilët kanë rënë sejdë, në shenjat e sejdës. Prandaj, aman keni kujdes përveç që është obligim namazi, është obligim abdesi për namaz, është edhe bukuri, është edhe nur, por nuk është vetëm thjesht nga kuptimi se të bën dritë, por një njeri cili merr abdes, një njeri cili fal namaz, duhet me pas kujdes mas namazit, me reflektu nur, me reflektu dritë. Ku ke me fal drekën, ku ke me fal gjumon, mas gjumos u ktheva në dallaverët e moqme. Jo. Pa e se shkoj e pete fali qenin, qysh. Prandaj bën nur. E kanë marrë disa prej muslimanëve, të cilët e kanë prish qatë nurin e tyne edhe shahadetin, se shahadeti është dëshmi. E kanë prish edhe dojnë me pi uj. E masit pinë uj, besimtarët aty nuk kanë mu etë më kur. Në xhenet kanë me pi uj, kanë me pi lëllë pije nga më të mirat. Por jo se janë etë, ka dallim. Pinë për të knaq, për luks, për me shiju, jo pse janë etë, se s'ka etje dhe uri në xhenet. Ata që pinë që aty, 50.000 vjetë, sa do që zgatë, ma nuk etën. Kur shkojnë do prej besimtarëve të cilët emnin e kanë pas besimtar, por veprat i kanë pas katastrofë, me laqet kanë mi largu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka më thonë, lëni se këta në ymeti jam, që në parim ato janë për muslimanëve, por kanë më thonë me lekët, ti nuk e din që kanë bon këta mazvekjes tane. Ti nuk e din historitë e këtyne. Njëjtë sikur se një besimtari sotit kur më pyet mua ose të pyet ty, shenja filanin ti e ke pa në xhami të armë, vallai po më falet aty me neve. Po a din mund që më ka bon kur ma ka ble banesën, kur ma ka ble kerën, kur ma ka shit ata. Çfarë ka bon? Dallaverët që mi ka bon. A vallai se di. Kështu e pejgamberi thotë nuk e di çka kanë bon. Mas meje nuk e di. Unë i di për besimtar, po ja se ka pak e përzin mishin e dhis me të lopës ose të lopës me të dhis. Me të mirë me të dhis me përzi, po përzin me të magarit, me të thivit. E kupton, nuk është qëllimi te mishi, mos e ke kuptati. O qëllimi domethënë që do sa ne çka në amën të fes. Unë e falem. Edhe të bën be. Mos bile mos kallzot dallaverën tonë më arsyetu më të fesë, po ta thën Zoti qafën me namazin që më ban. Unë e falem, unë nuk të raj, kur ta se të kall. Vllazni. Merren kurs ban, po në amën të fesë merren kuku, dy herë kuku. Aman mos. Se nuk shkojnë sanët, shtu hajtë se e hangër forën. Ka një Zot, që çdo sen ka me qitë në Terezin ditë kiametit. Allah na